Për të mësuar më shumë rreth vizitës së presidentes Kosovës, zonjës Vjosa Osmani, por gjithashtu edhe mbi takimin që pritet të zhvillojë me mërgatën shqiptare në Zvicër, do të lidhem menjëherë me Nefail Maliqin. Zoti Maliqi, përshëndes, nuk e di nëse më dëgjon. Kolega Ilir dhe ju shkues të nderuar për një Albania, nga Berna, nga qyteti i Kënaqësi që të shikoj. Nefail, lutem më thuaj çfarë ka ndodhur deri tani për sa i përket agjendës së presidentes Kosovës Vjosa Osmani, çfarë pritet që të ndodh në vijim? Ilir, sa kaloi kortezhi ky eskorta e presidentës, këtu ishte në parlamentin e Zvicrës, siç e dini, presidentja e Kosovës zonja Vjosa Osmani po qëndron që sot në mesditë këtu në Bern dhe do të zgjasit deri nesër për të takuar për të njoftuar me situatën për bashkëpunim ose të tjera, bili për të zhvilluar, për të zgjeruar urat, për të forcuar urat ndërlidhëse mes institucioneve të Kosovës, njëkohësisht edhe të urat e diasporës. Megjithëse diaspora shqiptare, e cila gjendet që 30 vite, ka 40 vite, këtu ka përforcuar shumë më herët se sa Kosova të bëhet shtet dhe ajo merit, ato të shembuj që shqiptarët, diaspora shqiptare këtu ka qenë në shembull integrimi, shembull suksesi, ka bërë që edhe Zvicra të jenë ndër shtetet e para pas SBA-ve dhe Shqipërisë ta njohin Republikën e Kosovës. Kështu që sot ka pas një sër aktivitetesh këtu, sot ka filluar rreth orës 14, ashtu 14:30 ka defilu presidentja e Zvicrës me zonja Karin Koller dhe Suter, dhe kjo presidentja jonë e Kosovës ka defilua këtu para masës, ku kishin dalë edhe diaspora shqiptare me flamuj të Kosovës dhe të Shqipërisë për të përshëndetur presidentët, të dy presidentët, sepse siç e dini këtu në Zvicër është një komunitet i fuqishëm i shqiptarëve, rreth 300.000 shqiptarë, pjesa dërmuese janë nga Kosova, por ka edhe nga Maqedonia, nga Ljubina Preshevës, por edhe nga Shqipëria, Malizi dhe gjitha viset shqiptare nga Ballkani. Qartë, Nefail, është një vizitë kortezie për të konfirmuar edhe herë misin midis dy shteteve, apo do të kemi edhe nënshkrim të marrëveshjeve të rëndësishme? Çfarë ke mundur të mësosh? Po, sigurisht, Ilir, do të ketë këto vizita që vazhdimisht që vijnë këtu nga Berna, dhe do të më di se Berna, Zvicra është një shtet më i preferuar i institucioneve, i krerave të shtetit të Kosovës për vizita, siç e dini vetë kryeministri shqiptar Albin Kurti ka qenë në 3-4 herë si vjetë, ose shefja diplomacisë kosovare, zonja Gërvalla, pastaj presidenti i Shqipërisë, zoti Begaj, dhe të tjerë, domethënë marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe Zvicrës janë shumë të mira, të shkëlqyeshme, madje edhe miqësore, sepse siç e dini këtu është një komunitet shumë i madh dhe sa përket marrëveshjeve, do të ketë edhe marrëveshje këtu mes palëve, sidomos në aspektin ekonomik, të migracionit dhe shumë të tjera. Siç e dini këtu edhe para një qasti këtu kishin një takim në parlamentin Bundesrat, këtu në parlament, një takim me shefin e diplomacisë zvicrane Ignacio Kasis, pastaj kishte me zotin sekretarin e shtetit të zotin Parmele, me shefin e policisë të Zvicrës, njëkohësisht kishte edhe me ministrin e mbrojtjes. Domethënë pritet që të kenë marrëveshje të shumta, të ndurta, sidomos në sferën ekonomike, të migracionit, siç e thash, por edhe në sfera edhe ushtarake, sepse siç e dini, Zvicra ka një prezencë të madhe në Kosovë. Nëse kemi parasysh përveç ambasadës, kemi sfiskoj me 225 ushtar, pastaj kemi edhe tjera asociacione ONG, domethënë organizata jo qeveritare dhe të tjera, dhe sipas burimeve të mia sot, nëse thamë se janë 300.000 shqiptarë këtu në Zvicër, por mos harroni edhe në Kosovë kemi rreth 500-600 zvicran të cilët punojnë dhe veprojnë. Dhe herën e fundit kur isha në Kosovë, takova një fromazheri ku prodhoi djathi në bregun e Dillit, pastaj më thanë, këtu ka punë, nuk di pse kosovarët apo shqiptarë nga Shqipëria ikin kur ka punë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Dhe kështu që mund të them se sot edhe nesër do të jetë Gjeneva, Zvicra, kantoni vërteti 27.
që është dominoj shqiptarët kështu. Qartë. Nevail, gjatë kohës që bashkëbisedojmë, transmetohen në ekran pamjet ku duket se presidentja e Kosovës nga bashkëdhetarët tanë është pritur në mënyrë shumë të bërzemërt, shumë të ngrohtë. Një pritje vërtet madhështore, edhe të falenderoj për pamjet e siguruara ekskluzivisht nga vizita e presidentes Osmani. Takimi i sot bishte edhe fe, sepse edhe flamuri këtu figuron. Dhe qytetarët si pat me flamura, këngëtarë shqiptarë dhe të Kosovës, dhe edhe si shtojnë edhe shi, i kishte shi paradite, po kur erë presidentja edhe unal shiu. Do me thonë se i qilloj shumë nisha e mirë, dhe është mund të themi edhe presidentja e Kosovës ma e mirë. E kuptova.